Kriza ekonomike, kriza e çmimeve që vjen si pasojë e luftës në lindjen e mesme mbetet në qendër të vëmendjes me rritjen e çmimeve që ka nisur dhe nuk dihet se si do vazhdojë. Sinjalet ende nuk janë pozitive në fakt dhe janë rritur kërkesat ndaj qeverisë për të marrë masa. Deri tani kemi një ulje të akcizës me 20% për naftën, po këtu do të ndalemi tani e para tek situata dhe pastaj të çfarë masash mund të merren, a janë të mjaftueshme këto. Së pari, si e shikoni, zoti Muço, situatën, ju ka shumë shqetësim në të gjithë botën për naftën natyrisht, për karburanti i avionëve për shembull, po diskutohet ndërprerja e disa fluturimeve nga kompanitë se nuk ka më furnizim të vazhdueshëm, gjithçka varet, po rritet çmimet e ushqimeve gjithashtu dhe gjithçka varet se sa do të vazhdojë situata e tillë në Hormuz. Sa shqetësuese është në fakt? Shko, situata nuk është e thjeshtë, po të kemi parasysh, po i referohemi gjithmonë në organeve zyrtare që janë të besueshme, ato në nivel europian. Banka Qendrore Europiane parashikoi që në javën e fundit të muajit shkurt, parashikoi një rritje të inflacionit nga 0,9 që ishte parashikuar në gati 1,8%. Kështu pastaj në rritje rishikoi edhe inflacionin për muajin e vijim, marsin, prillin, majin e të tjera. Ajo që vije të re, kjo luftë që nisi si një konflikt që teorikisht duhet të mbaronte brenda 2 javësh fillimisht, po vazhdon çdo ditë më tepër edhe situata është që nga një situatë e përkohshme që do kalonte shumë shpejt, shumë prej studiusëve të ekonomisë, por jo vetëm, mendojnë që mund të jetë një, domethënë të paktën për Bashkimin Evropian mund të jetë një situatë si ajo e luftës në Ukrainë, ku të gjithë e mbajnë mend atë periudhën e rritjes së ndjeshme të çmimeve fillimisht në produktet në energji, por pastaj që u reflektua në gjithë ekonominë e produktet ushqimore të tjera. Shqipëria, ndryshe nga vendet e tjera, është një situatë akoma edhe më të vështirë për vetë faktin që kemi pasur për te rritjes së naftës, si nuk dua ta komentoj se është folur për gjatë gjithë këtyre ditëve, ajo që vije të re dhe është edhe më shqetësuese se sa nafta, është pjesa një rritje ndjeshme të çmimeve atyre të fruta perimeve, mendojmë më vjen në mendje domatet, që teorikisht aktualisht jemi në prill, duhet fillonte të dilte prodhimi i vendas. Në fakt, prodhimi i vendas për arsye nga një anë që ka pasur përmbytje dhe një pjesë e produktit është dëmtuar për gjatë përmbytjeve dhe e bimëve dhe pastaj është dashur ndoshta të rimbillen përsëri. Një pjesë tjetër si pasojë e rritjes së pesticideve dhe në fund, po jo nga rëndësia e fundit, është pjesa që një prodhuesi shqiptar ka tendencë që produktin ta çojnë jashtë, nëse kanë mundësi, dhe aspekti tjetër është përfitimi nga situata, pra abuzimi apo spekulimi, ka bërë që sot që ne po flasim 1 kilogram domate të kushtoj nga 300 lekë për kilogram deri në 800 lekë për kilogram të le të themi të produkte specifike të domates. Kështu që është një situatë as pak e thjeshtë për qytetarë, përmenda frutat apo perimet, për vetë faktin se duhet kemi parasysh që rreth 350.000 pensionista sot vazhdojnë akoma që të marrin më pak se sa ne që kemi përcaktuar si një tavan të minimumit etik, edhe pse nuk është studiuar, edhe pse nuk është bërë një studim i mirëfillt se sa është ky realisht. I referohemi gjithsesi atij raportit të famshëm të Bankës Botërore që thotë që kush përfiton më pak se sa $6.8 në ditë konsiderohet varfëri relative. Tani kur vim tek njoja e kësaj situate, qeveria në Shqipëri ende nuk ka shfaqur në një shqetësim të madh, deri tani është thënë pra që rritja e çmimit të naftës është e moderuar, ishte reagimi i parë që ka pasur kryeministri, është krijuar bordi i transparencës për të mbajtur çmim tavan. Në vende të tjera ndërkohë ka paketa të mëdha për të ndihmuar shtresat më vulnerabël. Qeveria e Kosovës sot është mbledhur për diskutuar çmime tavan për produktet e shportës. Në fakt mbetet edhe kjo për të parë çfarë masash duhen marrë.